2 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, lista serbe ka ndërmarrë hapa ligjor kundër vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke paraqitur ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ankesa lidhet me mosmiratimin e listës së kandidatëve të kësaj force politike, vendim që sipas saj cënon të drejtën e përfaqësimit të komunitetit serb. Përfaqësuesi i listës serbe, Igor Simić, përmes një deklarate për mediat, e ka cilësuar vendimin e KQZ si të anti-serb dhe diskriminuese. Ai ka theksuar se institucioni zgjedhor sipas tij ka mohuar 42.759 vota të qytetarëve serb, duke tentuar të pegojë zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në kuvend. Ndërkohë, zhvillimet kanë tërhequr vëmendje edhe te misionet e OSBE në Kosovë, i cili ka bërë të ditur se monitoron nga afër situatën. Në reagimin e tij, misioni ka theksuar rëndësinë e respektimit të plotë të standardeve ndërkombëtare zgjedhore, duke kërkuar publikim transparent dhe gjithëpërfshirës së rezultateve, si garanci për siguri juridike dhe trajtim të barabartë për të gjithë subjektet politike. Vendimi për mosmiratimin e listës së kandidatëve të listës serbe u mor nga anëtarët e KQZ-s gjatë mbledhjes së 30 janarit. Sipas votimit, 3 anëtar votuan pro miratimit, 2 kundër, ndërsa pjesa tjetër abstenuan, duke lënë kështu jashtë garës këtë subjekt politik. Çështja pritet tashmë të shqyrtohet nga PZAP, vendimi i cili do të përcaktojë hapat e mëtejshëm në procesin zgjedhor.